me që rast disa media dhe individ si me porosi të lidhur me grupet e jashtëligjshme interesi, ndërmorën veprime të orkestruara duke akuzuar publikisht persona të caktuar dhe shpërndarë në mënyrë të kundërligjshme, shpifje madje e publikimin e rezultateve të porositura, që siç u pa në mënyrë publike ishin të sajuara dhe nuk reflektonin vullnetin real të qytetarëve, por kishin për qëllim krijimin e hutisë tek votuesit, si dhe fabrikimin e rezultatit të aktivitetit zgjedhor me preferencë për kundër kandidatin për kryetar të Mitrovicës, ka shpjeguar ai. Qari ka theksuar se pas publikimit të dyshim të exit pollave, kandidati i listës guxou për kryetar të Mitrovicës, Peci, ka dorëzuar kallëzim penal në prokurori. Andaj, pas publikimit të çuditshëm të ashtu quajturve exit polle, kandidati i listës guxou për kryetar të Mitrovicës, Zoti Faton Peci, ka parashitur kallëzim penal në prokurorinë e shtetit, duke u bërë thirrje publike e institucioneve të drejtësisë për trajtim urgjent të drejtë e meritor të këtyre krimeve dhe manipulimeve të mediave të grupit të përfolur, si dhe inskenuesve të këtyre institucioneve të kundërligjshme, Baton Haxhiu e të tjerëve, për falsifikim të rezultateve të votimit, akti i cili bie ndesh me nenën 216 të Kodit Penal, si dhe cënim të përcaktimit të lirë të votuesve, që po ashtu është në kundërshtim të hapur me nenën 210 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Grupi i cili, bazuar në argumente e dëshmi autentike të shoqëruara edhe me deklarime të qytetarëve, me veprimet e tyre të paautorizuara, ka ndikuar në mënyrë të kundërligjshme edhe në procesin zgjedhor të Mitrovicës së Jugut, ka shtuar qari. Megjithatë, ai ka shprehur skepticizmin për suksesin e kallëzimit të Pecit. Sipas tij, pritet një garë ashpër në balotazh, ku vota manipuluar mund të përcaktojë rezultatin final dhe kush do të jetë kryetari i qytetit për 4 vitet e ardhshme. Kështu që kallëzimi i Faton Pecit për manipulim në zgjedhjet e Mitrovicës së Jugut mund të ndikojë dhe menjanojë implikime të manipuluese në procesin e balotazhit, vetëm nëse merr përgjigje pozitive. Ndryshe, sipas zhvillimeve të fundit, pritet të kemi një garë të ashpër për Mitrovicën, ku vota manipuluar mund të vendosë rezultatin final dhe të përcaktojë se kush do të jetë kryetari i qytetit të minatorëve 4 vitet e ardhshme, ka deklaruar Qari. Mehmeti, kallëzimi i penali Faton Pecit ka tronditur skenën politike. Kurse analisti politik Faton Mehmeti ka deklaruar se kallëzimi i penali Faton Pecit ka shënuar një kthes në garën zgjedhore dhe se ky veprim nuk është vetëm juridik, por edhe një mesazh i qartë politik. Kallëzimi penal i Faton Pecit ndaj atyre që i akuzon për ndërhyrje të paligjshme në procesin zgjedhor të Mitrovicës së Jugut ka tronditur skenën politike dhe ka hapur një kapitull të ri në garën më të nxehtë të këtij cikli zgjedhor. Ky veprim nuk është vetëm një akt juridik, është një mesazh politik i qartë se vetëvendosja nuk do të eshtë përballë manipulimeve, ka thënë ai. Krahas kësaj, Mehmeti ka thënë se përmes kësaj lëvizjeje, Faton Peci ka shndërruar Mitrovicën në simbol të përballjes mes politikës së vjetër dhe asaj që synon drejtësi e barazi zgjedhore. Me këtë lëvizje, Peci ka kthyer Mitrovicën në simbol të përballjes mes politikës së vjetër, që ende vepron në hije, dhe asaj që pretendon të sjellë drejtësi e barazi në procesin elektoral. Akuzat për ndërhyrje e presione brapa kujtave dhe kutive të votimit e bëjnë këtë garë më shumë se lokale e kthejnë në test të ndershmërisë së vetë sistemit politik, ka potencuar ai. Sipas Mehmetit, kallëzimi penal ka hedhur hije dyshimi mbi gjithë procesin zgjedhor, duke e vështirësuar pozitën e kandidatit të PDK-s, Arjan Tahiri. Nga ana tjetër, kandidati i PDK-s, Arjan Tahiri, do të përpiqet të shmangë goditjet e opinionit publik, por kallëzimi penal tashmë ka lënë hije dyshimi mbi gjithë procesin. Kjo do të ndezë edhe më shumë emocionet e votuesve në balotazh, ku çdo vot do të ketë peshë vendimtare. Mitrovica ku bëhet arenë përplasjes mes dy botëve politike, asaj që mbron status quo dhe asaj që kërkon ta shembatë. Kjo nuk është më vetëm një garë për një komunë, por një betejë për besueshmërinë e demokracisë në Kosovë, ka përfunduar ndër të tjera Mehmeti.